Përshëndetje gjithëve, faleminderit që jeni me ne edhe në këtë epizod të radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Në epizodin e kaluar kemi diskutuar për plakjen e lëkurës, për faktorët që shkaktojnë atë, si dhe për mënyrat me të cilat mundet me u parandalu, magjersisht kemi folur për tretmanet profesionale. Sot do të flasim për vazhdimsinë e këtij procesi që është kujdesi për lëkurën në shtëpi. Me boll çfarë do tretmani dhe mos me vazhdu me u kujdes për lëkurën në shtëpi është njësoj si me shku te mjeku me marr terapinë e mos me i përdor ilaçet. Qysh e kemi cek edhe në episodin e kaluar, plakja është një proces natyral dhe nuk mundet me u ndalu komplet, mirë po ka shumë gjëra që na mujna me bu për me ngadalsu plakjen edhe me minimizu shenjat e plakjes. Një hap shumë i rëndësishëm në këtë drejtim është aplikimi i SPF-it. Kremi me faktor mbrojtës është elementi kyç në parandalimin e plakjes dhe jo vetëm, qysh e kemi cek edhe më herët, është edhe në parandalimin e kancerit të lëkurës. Edhe nëse e ke apliku komplet rutinën edhe i ki produktet e sakta dhe produktet e duhura, nëse në fund nuk e aplikon SPF-in, i bjen që i ke gjujt në bërlog krejt ato produkte tjera, sepse asnjëna prej tyre nuk ka efekt nëse nuk aplikon SPF. Një hap tjetër është edhe aplikimi i serumit me vitamin C. Pse është që kaq i rëndësishëm serumi me vitamin C? Një prej faktorëve kryesor që shkaktojnë plakjen e parakohshme apo fotoplakjen është edhe radikalet e lira. Këto janë ato molekulat të cilat shfaqen nga ndotja, nga rrezatimi UV, nga pluhuri dhe nga gjitha grimcat me cilat ne kemi kontakt gjatë ditës. Vitamina C përveç se mbron nga këto radikale, po ashtu edhe të fishon efektin mbrojtës të SPF-it. Hidratimi dhe ushqimi i lëkurës është po ashtu një hap shumë i rëndësishëm. Farja e lëkurës, mungesa e kolagjenit dhe elastinës janë ato elemente të cilat çojnë në shfaqjen e rrudhave të para e të cilat vazhdojnë me u përkeqësu me kalimin e viteve. Me zgjedh produktin e duhur hidratues është po ashtu një hap kyç në parandalimin e plakjes. Për parandalimin e plakjes dhe jo vetëm, është shumë e rëndësishme me zgjedh produkte të cilat janë të testuara dhe janë të provuara shkencërisht dhe jo vetëm ato të cilat bazohen në marketing. Një linjë dëshmuar shkencërisht e cila ka efekt shumë të mirë në parandalimin e plakjes është linja Eptaderm e provuar në Zvicër. Serumi me vitamin C nga Eptaderm ka një përqindje shumë të lartë, që është 35% dhe është vetmja në treg me këtë përqindje. Edhe pse ka këtë përqindje të lartë, kjo vitamin C përmban edhe substanca të tjera të cilat e shqetësojnë lëkurën. Çka është shumë pozitive të ky produkt është që produkti vjen me një paketim i cili është në formë të pompës, do me thonë nuk ka kontakt me ajrin që kanë produktet e tjera të cilat oksidohen, sepse vitamina C është shumë e paqëndrueshme ndaj ajrit dhe ndaj dritës. Në momentin që ajo hapet për me nxjerr pipetën dhe hyn ajri, produkti degradohet edhe kualiteti i ruhet për kohë shumë më të shkurtër, ndërsa ky që është në formë pompës ruhet në gjendjen më të mirë të mundshme deri në fund të afatit të skadencës. Edhe tjetri element është që vitamina C duhet gjithmonë me qenë me paketim në të cilin nuk depërton drita, siç është ky i vitaminës C nga Eptaderm. Për ata që kanë frikë nga përqindjet e larta, për me menaxhu efektin irritues që mundet me ndodh tek vitamina C me përqindje të lartë, mjafton me përdor një hidratues shumë të mirë. Një tjetër element që e bën shumë kualitative këtë vitamin C është që i ka të kombinu me disa lloje të vitaminës C, sepse vitamina C si substancë edhe pse është shumë efektive, është shumë e paqëndrueshme, duhet me qenë të paktën 2 deri në 3 lloje të vitaminës C në mënyrë që produkti me qenë efektiv. Hidratimi dhe ushqyeshmëria e lëkurës është një hap shumë e rëndësishëm tek krejt tipet e lëkurës pa dallim. Mirë po, kur e luftojmë plakjen, kjo është një produkt ekstra dhe më i rëndësishëm. Qysh me ditë me zgjedh një produkt i cili është i duhur për lëkurën edhe për moshën tonë. Linja EptaAge nga Eptadermi është linja e cila i lufton shenjat e plakjes. Dallimi është që produkti i cili është light preferohet tek moshat 25+, do me thonë sepse natyrisht lëkura ndron me moshën, dhe nuk i ka nevojat e njëjta si kur lëkura e personit 25 vjeçar, si kur lëkura e personit në moshë më të madhe. Për personat që janë në moshat 25+, ju rekomandoj produktin EptaAge Light, ndërsa për personat 45+ është produkti premium nga EptaAge. Produkti mundet mu përdor edhe në mëngjes edhe në mramje. Vitamina C normalisht përdoret mëngjes, për shkak që është shumë e nevojshme me mbrojt nga rrezet UV edhe nga ndotja duhani dhe gjitha ato elemente që i përmenda më herët, ndërka çdo dy produkte mujnë me u përdor edhe në mëngjes edhe në mramje. SPF-i nga linja Eptaderm për parandalimin e fotoplakjes, i cili është i përshtatshëm për gjitha tipet e lëkurës madje edhe për lëkurën e ndjeshme, është ky produkti Eptasan me SPF 50+. Është SPF i spektrit të gjerë që do të thotë se mbron edhe nga rrezet UVA edhe nga rrezet UVB. Ka teksturë shumë të hollë dhe është i përshtatshëm me u përdor edhe si bazë për grem. SPF-i duhet me u apliku në çdo ditë të vitit edhe mundësisht me u riapliku çdo 2 orë.
Eptaderm natyrisht ka edhe produkte të tjera për mbrojtje ndaj diellit, si për trupin ashtu edhe për fytyrën. Pjesë e linjës janë edhe SPF-i me ngjyrë, i cili vjen në 2 nuanca, por meqense sot ishim duke bisedu për plakjen e lëkurës, atëherë unë fokusova tek produkti i cili është për parandalimin e fotoplakjes. E ftuara jonë për sot është kolegja ime, magjistre e farmacisë dhe estetiste Ardit Nura Blaca. Ardit, mirë se erdhe në Globecast. Mirë se gjeta, faleminderit. Është shumë kënaqësi që ma më fundu takun personalisht, dhe pse në rrjetet sociale kështu një jemi mati jemi për cjell. A mundesh me na tregu pak më shumë për veten, për studimet e tua, edhe çysh ka ndodhur që ki kalu te estetika prej farmacisë? Studimet i kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Për një kohë gjatë kum punu në barnatore, po dyqysh tani janë si mu shtrym ajo dëshira me punu në barnatore, edhe janë sa mu interesu shumë për kujdesin e lëkurës, edhe vetë kum pas probleme që ajo më ka shty ma shumë me dasht kozmetiken edhe trajtimet estetike. Tash u bo një kohë që jam jashtë barnatorës, edhe mirë na vish me tretmanet estetike. Hala jam farmacistja e shtëpis, hala më pysen, po me dëshire bëj vetëm punën e estetikës, do me thonë. Do me thonë pasionet për estetikën ka fillu edhe prej nevojave personale, nuk është nështa që se ke menu kur ke fillu farmacinë, që se kemi menu për mdo këtë kërkosh. Po, e vërtet. Në farmaci kum pas qasja shumë produkte. Edhe tani të stësha cila po krym punë, cila në me përdoru, interesësha për krajt. Varsisht prej efekteve tani, edhe i përdorsha për veti, edhe i u japsha tjerëve mi përdor. Tash atë traditë vazhdoj hala e kam një pjesë brenda vetës barnatorës, që mundona me trajtu vetën, klientat edhe të tjerët. Po punën, tamën si punë, me shumë dëshirë e kryj vetëm me klient edhe vetëm si estetiste, do me thonë. A të bjen me praktiku me shta klientat kur punon si estetiste ndonjë pjesë të farmacisë? Shumë. Me sigurit edhe vetë, neve që shna interesojnë krejt substancat edhe qa bojnë ato në lëkurën tonë. Krejt një ori do me thonë që a i ku marë në farmaci për lëkurën, për substancat e ndryshme, hala krejt shërbejnë, hala krejt i përdore. Vetëm se nuk e veshim mantilën e bardhë, ma tash ka një par uniforme tjetër që unë prezentan të klientët. Në fakt, kjo puna e mantilit bardhë më i ka u vlera, se s'kam i të më kërkush pa e vesh, edhe bashkë kom një ditë, a ka në i farë ligji, me thonë kush duhet me vesh mantilin e bardhë, a kush nuk duhet, me që në fakt ma identifikus, po mos s'kam i të kështu që nuk është në i farë knatësi edhe me vesh. Dikur u kanë shumë knatësi, tash ma shumë veç mantel i bardhë, sidomos për neve tash, po besoj edhe për ty që je largu, e vrinë që nuk është diçka që t'jap titull ose t'jap intelekt, është thjesht mantel i bardhë. A të mungon barnatorja? Jo, bile kaq me thonë, po edhe pritoj më shku në barnatorës si kliente, zakonisht të qoj naj familjarës e dikan. Naj moment, nashta mungon pak, atë një ditrisit pak të barnave, të kremave, sidomos këto kozmetike që janë, po me shku me punu jo. Edhe nuk e besoj që isha këthy najherë, nuk e shoh vetën të u këthy mbrapa në barnatore. Atë mungon ty se edhe ty je dalë pak. Pra për thëmë fatkeqësisht jo, edhe pse jam përkohësisht e kyqëm, po nuk më nej që këtina pra. Kështu që nuk e di edhe qysh edhe thash pak ma herët, nuk e një po mdo këtë asnjë person që është i lumtur edhe që s'u pendu që ka shumë farmaci, që është një fatkeqësi shumë e madhe. Edhe në ditën botërore të farmacistit që keme 25 shtator më duket, do ashtë na e bo një status po pritova, me thonë gjemni dhe të farmacista në krejtë Kosovën që si jam penduse. Urime me postime shumë mirë, po ato urimet kështin mirë mu përmirësu kushtet e farmacistit në Kosovë. Jo me naton urime se s'pëna animan kur gjoj që e punë kështu që. Unë sidomos në kohën e pandemisë kështu u kanë tamam kulme e krejt punës në barnatorës që e kom vendos me dha në fund. Më pengoj këtë dyqysh që krejt në ashëshën vetë si shqice, në një vi me fura, me markete. Dyqysh ajo u konë shumë ashtu plakë në zemër. Njëti në moment me i qdorës edhe për mu ka qenë kështu edhe fizikisht edhe psikisht në shtatë periuda ma i keqen ajher. Edhe ka qenë si me shku në luft, me shku në punë. Edhe në funditës njerës më një thonë është profesion human, po pare që në pjesë e jetës, pjesë e punës, ta ndikojnë cilësinë e jetës, edhe me pas thonë që atë barë për qash pak pare, të më thonë është gjyna.
Shumë krejt pajtoma. sistemin shëndetësor, mendoj që personat më të keq paguar janë farmacistat. E vërtet. Shpresojmë që bëhet diçka në të ardhmen, megjithatë na kemi gjetë një pjesë, ne kemi marrë një landë të farmacisë dhe tash po e shijojmë. Me çfarë klienta ki mas shumë ti punë, ose çfarë kërkesa ki mas shumë ti në punën e përditshme? Mas shumë ti i trajtoj aknat, se edhe vati kom pas probleme dhe kam pak ma shumë njohuri të aknat, po ka edhe problematika tjera të lëkurës, ose veç mirë bajti lëkurës që kanë kërkesë klientët, po aknat janë ashtu gjithmonë problemi ma i shprehur edhe ma afatgjatë që duhet me u trajtu. Don ashtu vëmendje ma shumë si prej estetistave ashtu edhe prej klientëve. Aknet jo veç mi trajtu në një tretman, po mundona mi këshillu mi trajtu edhe në shtëpi me ndru komplet mënyrën qasjen e jetesës tyne, ushqimin, aktivitetin, me po ma generalizu në kështu trajtimin e vetës edhe të akneve. Dëri tash ka pas rezultat shumë të mirë, jam vedysu tepër mirë, për këto 5 vjet që jam në trajtim të klientëve e shoh një rritje shumë të mirë në njohuri edhe për produktet edhe për kujdesin, mirëqenien. Kështu që kjo më bën të lumtur. Nëse isha kon dikon tjetër, nuk e dija kisha mujt me pa dhe me kon dëshmitare saj ndryshimit ose vëdësimit që e kanë gjeneratat e reja. Kështu që po besoj e kam një plus këto, që jam prezente edhe që kam mundësi me ju ndihmu. Trajtimi i akneve proces shumë i vështirë, se mas pari shkaktar të shumë feshtë dhe jo gjithmonë të njohur. Kërkon shumë durem e persona që kanë akne, kanë edhe depresion shumë nisën e kohës. Kjo është e lidhur edhe janë shumë të pakënaqur me veten edhe kanë shumë qef rezultate të shpejta, po fatkeqësisht duhet shumë durem për me mri me pa një rezultat të mirë. Po cili është shqetësimi më i madh që Po që, ndeshta mu lidhë të rezultatet. Që kjo është, adem pritja e rezultateve të shpejta, dyqysh nuk mënën me kuptu që lëkurës i duhet kohë, edhe një dëmtim që e ka marrë nuk mënën shkur me eliminu 100%, presin ndryshime shumë të shpejta, shumë të mira, tani edhe zhgënjimin e kanë shumë të madhë, kur i kanë pritshmëritë e nalta. Po që kjo është, mas shumë të jadim pritshmërit që i kanë shumë të alta dhe zhgënjimet. Nuk kanë durim, nuk kanë qasje të mirë, dorzohen, let. Që kjo është problemi ma i madh që asim. ti thaj që tash po doket që njerëzit janë më shumë të informuar. E mu më doket më shumë që është rrit interesimi, po jo informimi i sakt. Domethënë, sidomos ndikimi i rrjeteve sociale janë më shumë të keq informuar se sa të informuar, ose edhe vazhdojnë me eksperimentu të tepër shumë. I shohin 20 influencerë brenda ditës se përdorin një produkt dytet, mandej i shohin ata që po e prezanton një tjetër, edhe që kjo puna e eksperimentimit ju bën shumë më shumë keq në kurs se sa nëse kishin qëndru konsistent me një produkt caktuar. Kështu që kanë po mendoj që kjo ka edhe ndikimin negativ te klientat. Po, unë nuk jam pro trendeve, sidomos produkteve të kujdesit lëkurës. Kam qaf edhe të klientët edhe të vetja me kanë trajtime dhe qasja shumë e personalizune. Është gabim kjo që e bojnë disa ditë një produkt, disa ditë një tjetër, mandej grumbullojnë shumë produkte në shtëpi dhe ato vështunajt si japin kur fare efekte, edhe është shumë kosto, është shpenzim. Po, sa i përkat influencerëve pajtona komplet me ty, ama tash, duhet me të vlerësu ty, je një prej aty në që jap shumë këshillat mira, ka dhe persona tjerë që japin shumë këshillat mira, nëse e gjejnë personin e duhur që tregon shumë për kujdesin e lëkurës, për produkte, nuk i me pas problem. Veç që kisha thonë krejtëve me najt larg trendeve të internetit për 3 ditë, 5 ditë, 10 ditë ndryshimet, nuk mënesh, thjesht nuk mënesh me marrë të lëkura. Plakja e lëkurës normal është një fenomen që na kena qef me parandaluese, me minimizu. Unë për viti nuk jam hiç asi personi që kam frikë prej plakjes, po thjesht e bëj tamen ma shumë e kom pas gjithmonë hobi kështu me u marrë me veten, sidomos gjatë studimeve, ti e din që s'kemi pas shumë kohë me dalë, se koha është i zlume dhe nëse e kom llogarit me dalë, gjysore më bugati, gjysore rruga me shku, gjysore më kthyn orë me najt, kanë shku automatikisht 2 orë gjys, kështu që e kom përdor me pasqyre me u marrë edhe me grem edhe me krema që me kursy kohën, po me thonë kishe jo marrë këtu. Edhe në njëjtën kohë tash edhe njerëz të bojnë, po ma herët që shikom blen 20-30 produkte, nuk e blej mo. Edhe kom thonë, ma mirë një deri në fund, kom shku të zvoglu rutinën, po njerëz hala janë shumë blejnë produkte për shkak të paketimit. Për shembull, është diçka që e kena bëu me siguri edhe na më herët, po tash mendoj që
është duhet rutina do të me qenë e zbatueshme në praktikë. Mundesh me jash përshkru në teori dikujt një rutinë që është perfekte, por nëse ai s'ka kohë me apliku dhe nuk i rrin gati është kot, kështu që me pas një rutinë ma pak produkte, ma shumë substanca në to është ma mirë dhe jo me pa çdo influencer që thot unë e kom përdor këta, se në fund ditës na nuk thoj me kom përdor unë personalisht kur e përdori diçka në rregull, po unë e kam të drejtën sepse këtë drejtë na jep shkollimi me i shpjegu gjitha produktet. Është njësoj sikur në banatore ti nuk i përdor banat për me qenë gjendje me ja shpjegu pacientit. E ki njohurin, shkollimin për me shpjegu, edhe në shaq që është një element shumë i rëndësishëm, po që shumica njerëzve nuk e kuptojnë, se unë muj me i postu 30 produkte mbrana ditës, nuk kam nevojë me i përdor, ndryshe është kur del një person që kur njet një akne në fytyrë se ka pas, ose nuk e ka, edhe acidi salicili kështu, acidi salicili ka ashtu, po unë që ditë na që shala njerëz bin prej këtëna. Po, menoj që marketingu është pak agresiv në këtë aspekt, se qasjen e njajtë e kena na se jena farmacista, dhe na intereson shumë ma shumë substanca, formulimi, jo paketimi, jo brendi, neve na intereson që ajo substancë kontakt me lëkurën që ka me bona, shumë ma ndryshe ditatin. E këta të tjerët bin prej asaj që shumë shpejt i kum hjek aknet, i kum hjek rudhat ose hiperpigmentimin edhe dëshira me pas ndryshim, atë nuk më na mi fajsu shumë se dëshira me pas ndryshim është tepër e madhe. Të ki klient me siguri që lypim për një seancë me ndru komplet pamjen, po është pak e vështirë. Sa i përkat numrit të produkteve, unë im ka naj personi me 20 produkte në rutinë, tash jo. Tash e bëj rutinën çdo ditë e targetoj një problem të lëkurës, po me 2-3 produkte maksimum. Edhe kom pa rezultate shumë më të mira se sa kur kam stresu, ato kam ndërvepru mes vete dhe në fund rezultati veç një barrierë shkatruar edhe kur gjë tjetër. E këta nuk e din. Shumë klient ka nevojë me di që barriera e lëkurës, mikrobioma e lëkurës janë esenciale. Tani vinë trajtimet edhe problemet tjera që mundu mi targetu specifikisht. Po, pak ma mirë. Një fenomen që mu vjen shumë me keq, po e shoh që shumë dikon rrjetet sociale të njerëzit është kur dalin edhe thojnë sa minuta me prit produktin me produkt. Nuk ekziston asnjë studim absolutisht që tregon sa ki nevojë me prit masi që e ke apliku një produkt për me apliku tjetrin, edhe unë për vete bazohen në studime se si jam çaqe me zbulu diçka vet, kështu që po i ngoj njerëz që kanë zbulu, edhe kur them s'ki nevojë me prit thjesht e mbyll lëshon edhe kap tjetrin se shumica njerëzve arsyetohen se po kam kohë me apliku. Edhe kur unë them po shkëti marr 5 minuta komplet, ata më thonë po qysh e sa me prit, po s'ke nevojë me prit, e mbyll lëshon e ka produktin tjetër edhe kaq. Kur del një studim që thotë maje që kaq minuta, atëherë edhe unë dalë them duhet me majt, po përderisa nuk ekziston, nuk i nevojë me najt të e prit se thjesht e aplikon një produkt tjetrin me rëndësi me shku prej produktit ujor të ai vajori në fund edhe kaq. Po është shumë vështirë ka një herë me i bind se ju duket shumë e mirë për me qenë e vërtetë dhe thonë a je sigurt, a je sigurt. Është mëzetar. Po për punën e rrudhave ose plakjeve, a kiti kërkesa dhe në çfarë forme i shprehin këto kërkesa? Këshilla jam për krejt është le të plakemi bukur, se me nalë procesën e plakjes nuk ja ka dalë kërkosh. Te plakja ka kërkesa të vazhdueshme prej dy gjinive, jo veç prej femnave. Po tash injektimet janë ato që i bojnë se ju duken që kanë rezultate ma të shpejta, ma të mira. Këto tretmanet të rigjeneruese të lëkurës dal nga dal janë të i largu për me trajtu plakjen. Po ka kërkesë vazhdimisht, ka kërkesë edhe për plakjen edhe për trajtimet e tjera. Unë për vete plakjen nuk mundona me nalë heq, se kallëzën historinë tonë, qa kena përjetu na, lëkura shprej shumë mirë, kështu që ma mirë me u plak bukur, se sa me u egzageru me tretmane, me injektime, me ajo pjesë tane është tjetër diskutim, po ma mirë mu plak bukur. Që me pas një mirë mbajtje që okej, për trajtojna plakjen, po mundu me parandalu, po të paktën mës me të prume. Po në fakt një lëkurë që plaket shpejt është një lëkurë që nuk është mirë mbajt edhe është një lëkurë që nuk është e shëndetshme, se në momentin që fillojnë me u shfaq shumë rrudhat e theksuara ose tharja, ato veç janë simptoma që është që ekuilibru barriera dhe kura nuk po funksionon normalisht, kështu që unë them gjithmonë shëndeti mas pari mandej dukja, po na çat pjesë që na atakon neve që janë këta faktorë të jashtëm që shkaktojnë plakjen, mundemi edhe me mbajtë në kontroll se natyrën s'mujmë me luftu, po paktën me luftu radikalet e lira me mbrojt prej rrezeve të dëmshme të diellit,
aplikimi SPF-i dhe më thonë edhe pse tash është vetëdijësimi në nivel shumë më të lartë se sa që ka qenë më herët. Prapë ka hapësirë më përmirësu dhe këto e vren edhe me brendet që sjellin produkte në Kosovë, se dimrit e zvoglojnë shumë. Shumica e brendeve nuk e sjellin SPF-in dimrit se s'kan kërkesë. Kjo nuk kupton që bjen kërkesa sepse ata e kishin sjellë nëse klientat e kishin ble. Po krema e diellit hala është ajo krema e plazhit edhe kryesisht e marrin gjatë verës. Unë mundona gjithë me ju tregu klientëve që edhe drita vjen prej diellit. Na do të mbrojt, sidomos gjatë dimrit, prej reflektimit të rrezave të diellit. Po hala ka nevojë në shumë aspekte me u vetëdijsu. Sa i përkat plagës lëkurës, është e vërtetë që faktorët e jashtëm mundon me luftu vet. Po, ma shumë të mbrëngos trajtimi plagës të moshat e reja, që e lejojnë abden me ndodhë dëmtimi barjerës ose i lëkurës. Për moshat e shtyra, kena qasje tjetër. Po të moshat e reja, kur fillojnë me trajtu plagën moshën 20 vjeçare, ose ma të re, me anë të injektimeve ose tretmaneve, kjo mbrëngos pak ma shumë. Të moshat ma të shtyne e marrë ma okej. Mirë po, trajtimin, kështu qasjen ndaj plakjes e kanë të gabuar, se menojnë me ndalë, me mja qitë një ndales që ma shumë s'ka mu plak ose ma ketë s'ka mu bo. Është mirë mu vëdisu krajt që kena mu plak, le të plaku mirë, le të jetojna, mës të kena atin plakjen rrudha gjithmonë mendjen tonë, se nuk e dia besën të në ato që kur jashtina vetës në kryni ide. Definitivisht. As barna nuk kryjnë punë, se ti nuk besën që një ilaç ka me kry punë, s'ka me kry punë. Për që ata ideal janë kishtë qenë që çdo substancë me u formulu në bazë të tipit, personalitetit personit, po me qenë së është e pamundur bëhet një përgjithësim se normalisht asi njëti bari nuk ndikon një të secili person, sidomos për që ata dhe funksionon placebo ka njëherë, po jo, definitivisht. Po vazhdojshta me dalë që kjo prej çfarë mosha fillojnë kërkesat të klientat e tu për tretmanet anti-age. Po, thash, prej 20. Prej 20. Ka, prej 20. Çka ka 20 vjeçari, po? Po, mirëmbajtja jo e duhur, mandej gjenetika të disa tipi lëkurës, shumë cane ndikojnë. Mas shumë të është kjo faza e kohës studimeve, që i shohin ma shumë problemet, strese, gjithë shka ju ndikon. Po prej moshës 20 vjeçare fillojnë kështu me lyp tretmane kundër plakjes. Jo vetëm të kone, po edhe isha edhe man të injektimeve kështu. Nështë kërkojnë ma shumë filera në bushja, se sa të tretmane tjera realisht unë isha që përvoja jam është tjetër, vinë shumë vonë, kur nështë ashtë pak vonë për me pa rezultate dukshme, ose nuk i përdorin me rregull kremat në shpe, po vi që kanë qef me bo një tretman mundësish vish me një seancë edhe mundësish sa ma lirë. Edhe që kjo është një prej problemeve kryesore, për shembull, ka rasti me një shoqe kom qenë dhe kolegja e saj po thotë që një tretman që nështë unë e bëjnë 160 euro, tha që ka bo me 30 euro dhe kish bu një 2-3 për një herë. Edhe unë i thash asaj që thuj kolegas se s'po muj me përdor sa që atë shprejhen që përdor sani. I thash më fal, po as me urinën e vetë nuk ka llogari me ta bo me qatë shmem, se ma shumë i kushton dehidrime, e se s'ka serum që kushton qaq pare, s'ka pajisi që kushton qaq pare, kështu nuk ka shans më bu një microneedle me 30 euro. Plus ke microneedle, hydrafacial, diçka një 2-3 bashkë. Kështu që kjo automatikisht tregon që diçka aty nuk është në rregull, tregon që ti mundesh me pas rreziqe të shumta, sa aparatura unë mundova me pa, po e kishim shef që aq mirë vish prej ngjyrës më dok një që është blen AliExpress. Dhe normal ato hynë pajisje mjekësore, duhet me qenë kontrollume, është punë me gjelpëra, pavarësisht që nuk është një këtem, ajo përderisa më rrinë deri te derma dhe del gjak pak, që është në rregull, është pjesë e procedurës, po mundet me shkaktuar shumë infeksione. Po, pajtona shumë në ty se është çmime, pastrime të fytyrës 8 euro, bile ke shkru pastrim general, mu kesh pak. Klientët nuk e dinë sa të kushton produkti, pajisja. Kjo është pjesa e jonë, po ne mendoj që çmimi definitivisht e kallzon cilëtetin e punës. Dhe sa është pjesë e luksit një farë forme, dihet që luksi nuk kushton kur lirë. Dhe mendoj që kanë mjaftuar mundësi me u lumtu, edhe me pa unë sa që është një klinik 3 ose një studio 3 që ndel sponsor ose diçka, elementi e parë që këshyri është emri i personit që punon. Në momentin që nuk e ka emrin e personit, unë e di që nuk është aty një profesionist, se kushdo që i del zot punës vetë, e qëtë emrin e vetë aty. Edhe
qysh e përdor, qysh e përdor te dhe tregon Po, profesionin veç tani i ka komplet përgjithësi të mbi Po, vete. përgjithësi, po, unë si kliente, për shembull s'kisha shku, se unë thëmë funditës është punë qefi, nuk ka dek njeri prej rrudhave. Kështu që duhet me qenë shumë i kujdesshëm te kush po Si shkon. kliente, qa kërkon ti përveç emrit profesionistit? Unë e shoh çka ka studiu, sa ka përvojë, sa është i zotin punën e vet, sa është i besueshëm, se unë Po, në rrjetet e mia sociale më kanë thonë shpesh pse nuk e ekspozon jetën private, njerëz kanë qef me të njoftë, dhe unë këto e kam kështu blok komplet, dhe thamë unë kur shkoj te një mjek, i shoh sa pacienta i ka trajtu, i shoh rezultatet, nuk më intereson ku i ka dajt, ku i ka atet, vetëm çikaq po më intereson, kështu që ata mu vish çikaq rrugë këshyre, më intereson puna, rezultati, siguria. Unë du me ditë që nesër mu i me pa ditë atë person nëse më bën diçka. Ama nëse unë shkoj me vedije të një person jo profesionist, nuk s'kam të drejtë as më anku më. Kështu që du me shku te një person që është, unë nëse kam nevojë për jurit. Qartë, unë moj. Of course. Normal që po. Pa tjetër, unë kam shumë dëshirë normalisht me qenë me kolegë, për çfarë arsye kam pas dëshirë edhe këtu me ftu sa më shumë kolegë dhe kam pas shumë farmacista, sepse puna e kozmetologjisë është fiks puna e farmacistit. Na jemi vetmit që e kemi shkollimin adekuat për sidomos për produktet, për formulimin e produkteve, se na jemi të vetmit që kemi mjaftueshëm njohuri në kimi edhe mjeksi. E vërtet. Produktet kozmetike janë kimi me mjeksi edhe vish na i kena kimi si mungon pjesa e mjeksi si mungon pjesa e kimis, na jemi perfekt për çet punë, kështu që shpresoj që kam pas sa më shumë farmacista që kanë më kyç në estetik edhe me Tash kogja shumë jam kyç valla, befasona se në fillim je konte Janë kyç me social media, po jo me tretmane taman edhe nështë jo taman në praktikë. Në rrjete sociale po. Po, në rrjetet sociale po ka edhe me injektim, ka edhe në fushat e Injektime tjera. në fakt nuk e di neve s'na lejohet, po Po, tash ligji që dal, ka mi Ka me penalizu dal. shumë, po shoh vazhdimisht atë farmacista që janë kyç fuqishëm në estetik, me tretmane, me punë të ndryshme, edhe më ka ardhur shumë mirë, se pa keq për banatorët që po mbesin pa farmacista të mirë, po në anën tjetër edhe estetika është e drejtë e jonja, mundu me ofru më shumë, besoj, disa prej neve në estetikë se sa në barnatore, kështu që si hapat sigurt janë të mirë, kështu të na kemi qaq shumë farmacista, so nuk mesin keq banator. Kemi shumë banatore, jo shumë farmacista. Farmacista të mirë. Nuk i shuajmë të mirë ma si kolegë. Jo, besoj që ka farmacista shumë të mirë. Edhe unë besoj që ka farmacista shumë mirë, po menoj që kushtet nuk janë shumë mira dhe gradualisht shkon të trojë entuziazmin. A ditë njëna prej substancave që unë e dashuroj, adhuroj edhe ka shumë studime që e dëshmojnë efektin e saj kur është vitamina C. Edhe Sa janë vetëdijshëm të na për rolin e vitaminës C, se më duhet hala shumë punë me i bind njerëz që duhet secili njeri me përdor vitaminën C. hezitojnë shumë, sidomos prej asaj që mos po m'japi rrytem, jo po m'bën puçra, jo s'po di, s'po m'pëlqen, po une e du shumë. Vitaminën C i kam nuk di sa produkte me vitaminë C. Edhe si suplement për përdorim oral, edhe kështu si serum ose krem, jashtëzakonisht shumë e du vitaminën C. Tash pak kom fillu me zavendësu vitaminën C të këta që po hezitojnë me glutation, po vitamina C mbetet dashuria e parë e kujdesit të lëkurës. Unë për vete e përdore jashtëzakonisht gjatë, kohë tepër gjatë, edhe për shkak kom vrej ndryshime tepër të mira të saj. Dyqysh më duket që vitamina C, derisa t'ja nis me jap efektin është pak demele, po tani mos din munale, jap një efekt tepër të mirë, për shta më pëlqen edhe vazhdimisht i testoj produkte të ndryshme me vitaminë C. Po hezitojnë njerëzit, nuk e di pse. Disa për shkak të irritimeve, disa veç duket që është ekstra hap me bon rutinë. Nuk i besojnë shumë vitaminës C. Nashta janë mësu gjithësar smuhen me pi vitaminë C dhe thonë qa po më bën kjo, po është top. Ma kjo puna e irritimit prej vitaminës C është normalisht edhe te formulimi i produktit, po është edhe te fakti që ata nuk kujdesen mandej mjaftueshëm hidratim. Nuk e din që ti kur të bësh një substancë korozive kur ta aplikojsh në kur mandej duhesh me hidratuar shumë mirë se njefin patjetër. Edhe është kjo pjesa tjetër që ndoshta ata ja bojnë vetes që me pas efekte anësore, se për shembull tash përdori 35% vitaminë C. Edhe kam të ndihshme, thatë edhe të ndihshme edhe nuk kam asnjë problem se hidratoj shumë, me qes kremin shumë ushqyes edhe patjetër SPF-in. Po puna që vitamina C dhe 10 fishon efektin e SPF-it, do me thonë, unë ju thëmë pa tjetër me përdorë se dhe SPF-i mandej ka efekt 10 herë ma shumë, se sa nëse nuk e kisha apliku. Përveç efektit e radikalet e lira, dhe që është arsyeja që unë se rekomandoj mramje, se mramje nuk ka logjik me përdorë
vitamin C. Ideja është prej rrezave, prej ndoqjes, prej atyre substancave që kanë pak ditën. E kam një pjesë produkteve që i përdori veç mëngjes, edhe një pjesë mbrëmje, po tash unë i kam fokusin ndryshe, trajtimit lëkurës mëngjes edhe mbrëmje, të tjerët e përzin nga pak. Habitna kur e përdori natën vitaminën C, se është kjo pyetja pse. Po dhe habitna që nuk e hidratojnë lëkurën. Menojnë që janë mi qit veç do produkte edhe mos me hidratu lëkurën se s'kam nevojë. E kam lëkurën e ndryshme, nuk pe hidratoj. Kjo është ka gjatë temë kështu që dënë shtjellim të madh hidratimi i lëkurës, vitamina C, antioksidantët, retinolet që i kesh përdoren. Ka atin shumë tema që na dy jam janë ismi fol, mesëm deri në mëngjes. Po jam pro përdorimit vitaminës C çdo ditë bile nëse mona me reapliku para se me reapliku SPF-in gjithë e kësha po, gjithë vitamina C. A je person që ki fik prej përqindjeve të mëdha? Jo. Asë. Jo, bile lype, produkte me përqindje më të larta. Testoj shumë produkte e dita jashtëzakonisht shumë se më duhet, profesioni jonë që ato e dënë. Edhe kur shkoj, që më intereson është çfarë listë përbërësve ka, çfarë formulime ka, çfarë forme farmaceutike, çfarë përqindje. A ke pa kanë arri shru një acinamid, kur e këshu në listë përbërësve ka diku në fund një acinamidën, kjo mund të nga në tepër. Njerëz të tjerë që ajo lista e përbërësve me përqindje shkon duke u zvoglu prej fillimit deri në fund, edhe ajo na që e marrim edhe shohim që është ka fundit që e din, edhe e din që ligji i BE-s lejon që nëse një substancë është më pak se sa 1% prezent, kanë drejt mos me deklaruesh. Kështu që për ata kur dikush të bën bim ndaj produkt që s'ka, unë gjithmonë them s'ka deklaruar, po nuk e di a ka se nëse është më pak se 1%, e lejon ligji mos me deklaruesh. Për ata nuk e them kur me siguri të plot as s'ka alkool, as s'ka parfum, them s'ka deklaruar se nuk e di, kur nuk i dihet mundet me dal. Po te vitamina C për shembull unë nuk përdori mo produkte që janë me pipet ose që nuk janë me paketim të artë, se ajri dhe drita e degradojnë vitaminën C, edhe gjithmonë kërkoj disa forma të vitaminës C me qenë bashkë me stabilizu pak njëra tjetrën. Pakon 2 bile, 2 derivate. Minimumi 2, se edhe shtu po dallan mandej edhe çmimi, se ka shumë njerëz që pyesin pse njëna 50 euro dhe njëna 10 euro, njëna 35 euro, nëse përqindja është e njëjtë, e nuk e din që shtu janë do detaje që e ndërron komplet efektin e saj në lëkurë, pavarësisht që në shikim parë duke në shtat njëjta, po në fakt shumë e vërtet paketimin shumë kam qaf me pas një paketim të mirë, të sigurt, mos me lënë mu kontaminu produkte. E këto me pipeta kur i shoh që e prek pipetën në fytyrë, e shtin produkt, ajo për mu është big no kështu. Ama unë që ato akëm pa edhe prej do njerëz që janë profesionist shfushës dhe e di që për synin, për video në Instagram do këtë shumë cool, po është gjest shumë e ullë. Dyqysh, ajo është higien mas pari për ty edhe nëse veç vate përdor produkte të e kontaminon edhe që aj produkte jëtë ty të bën problem e lema kur e përdor të shumë klient ose të shumë njerëz tjerë. Kështu që produktet me pipeta asart ka mundësi mi zavendësu gjithë i zavendësaj. Unë edhe kur kam pas me pipet ose kam serum tjetër, për shembull probiotik që është me pipet, po unë qës të dora të gishtë dhe mande aplikojnë fytyrë edhe jo me prek pipetën direkt e lkura se mande po prishet produkte. Po kjo rujtja e produkteve është një tim që gati kërkon se kum një ty e fol. Unë i ruj shumë produktet prej dritës, prej kontaminimi me vetë prej krijene e lëkurës, prej ajrit të ngrot në banjo asnjë produkt nuk e mbaj, madje as të dushi, i largoj gjithë. Atë i kam do teket mijat që me kohë e kum vrejt që më kanë ndihmu. Për shembull, kur e bëj pastrimin e fytyrës edhe trupit, zakonisht një kohë gjatë e kum lënë pastrusin te dushi. Thisha pse s'po ka efekt, kshnej atë, s'kisha përmirësime të mira. Rastisht një artikull e pata lexu, që bëhet rujtja më e mirë e produkteve dhe ato e cekë që ka lagështi, ka avullim, ka nxehtësi dhe krejt kjo ndikon te produkte. Edhe veç e mora produktin e largova. Edhe tash nuk e kam aq shprehi. Janë do sanet vogla që ndikojnë tepër te lëkura dhe na jena të pavëdishëm. Sa dush këqyr TikToka, rrjetet sociale ose ngona neve, nëse nuk e ki praktikën e mirë të kujdesit lëkurës edhe të rujtjes së produkteve, nuk i me pas rezultate që shti prat me pas. A i ke pa edhe njerës që marim shumë i blejnë produkte me paketim të vetën, edhe sidomos këto që janë sapunat e langshëm ose shampunat e trupit, edhe shkojnë shpe,
e kam bler një paketim tjetër që duket më bukur edhe e vendosin prej kësaj, kur në fakt ajo është testu, a është kompatibile që ajo substancë me çat paketim specifikisht. Ata e marrin e qesin tjetrin që ndoshta ajo nuk është e përshtatshme që dhe e prishin produktin që thjesht për me u dok më bukur ajo interieri, mu dok më bukur banja, i bojnë vetes problem. Unë kisha pritu me bo ato vëlla. A menon ti që ka mbi dozim me produkte kozmetike? Po, sidomos me retinole tepër. Bile abuzohen qaq shumë retinolet. Unë ju thom gjithë për izotritionin sidomos, tritionin ose orale ose me krem. Është arma e fundit, laja për fund. Çado që na A ki shumë klienta orale që e përdorin? Po, kam edhe klienta të qandrave të tjera estetike, Okay. që javë kam përshkrua dhe me përdor. Kështu që ti për abuzohet në ekstrem, nuk e di ku është problemi atë qandrat estetike, atë barnaturët, atë s'pëdi. Bojnë rezultate shumë të shpejta, besoj. Po, rezultate shumë shpejta, ama tash një pyetje në ty, nëse ti vjen të unë edhe bën një tretman laserik, edhe unë të thom ty shko merre akutanin, a është rezultati i laserit apo është i akutanit? Normal unë pa recet mjekut nuk e kisha dhënë akutanin e para punës, edhe Ajo, jam befasu, kjo është përvojë një klientët që e ka ndonë me ka mu. bu 2 jatë bashkë. Po, ka bo tretman laserik dhe ju ka rekomandu akutani, edhe ajo ka shku në banatore, ka marrë, ka fillu me përdorë dhe gjendja e saj për një kohë shumë mirë. Mas një kohë tani ka njësa pat problemet me u përsëritë dhe tani në ataku rasësht. Këto e bojnë shumë qandra estetike, e bojnë shumë klient vetë me vetë dëshirë, vetë iniciativë, po nuk është rezultati laserit ajo. Ai tretman është boz, veç me thone këna bo një tretman, rezultati ka marrë prej akutanit. Nuk e kisha marrë kur përgjithsi, estetistat nuk kanë të drejtë me shkru recet, mund është me rekomandu na i krem topikale që është OTC, ama jo me shku të produktet medicinale me abuzu me to, qoftë retinole, qoftë antibiotik ose kortikosteroid, çfarë do kategorie që i takon dermatologjisë, ti si estetist nuk guxon, po kjo është një kufi shumë i ngushtë, shumë kozmetika. Në fakt është një keqkuptim shumë i madh në publik, se estetika dhe kozmetologjia janë dy fusha të ndryshme, po edhe ngatrohet në dermatologjia, krejt po. botën. Janë Nuk tri ngatrohet fusha, rishtena. Po, e vërtet. Dermatolog janë pajtona. mjek që merren edhe me smundjen e lkurës, nuk merren vetëm me Kohët pamjen e fundit ma pak. po se aty fitimi. Kështu se Kohët kanë fundit ma kajtë, po të pak. paktën ata janë profesionistë fushës. Farmacistët janë të kyçur edhe qyshe ceka sidomos në formulim produkteve janë zatët e shtëpisë, E vërtet. ndërsa estetika ka të bëjë vetëm me Diçka veprime estetike, sipërfaqësore, po. estetist është edhe frizeri, estetist është Po. edhe grimeri, estetika është sipërfaqësore në momentin që ndikon te shëndeti, nuk hyn më në kozmetologji. E vërtet. Ajo Po është kjo është shumë kufi shumë i ngushtë, edhe këtë kuptohet. As ligji nuk e përcakton shumë strikt. Po, Po ligjet foli e na- ligji i BOE-s, po i referohen ligjit BOE-s edhe na s'ka ligji, kështu që. Aq i ngushtë është kufini, sa ty të lejon me bo gabime. Ti tani të i kalon, del dermatologji pak, del kozmetik pak, del hen në për krejt se ti nuk e din që je ty gabu. Këto më nësh me ditë që je farmacist ose një stomatolog ose dikush, ama të tjerët që bëjnë vetëm trajnime estetike dhe fillojnë me punu si estetist, kanë mangësi ose njohuri të oltë rreth ligjeve, rreth drejtimeve mjekësore. Ama bashkë që ata vetë besimin e kanë shumë më lartë se sana. Na për shembull kur kemi frikë në shumë raste ose jemi shumë të kujdesshëm, shumë të rezervuar, ata thonë unë e bëj, unë stupa, kështu po. Dashna për shembull të izotritionina, sidomos oral janë një prej efekteve më të mëdha anësore që janë edhe depresioni edhe mendimet vetvrasëse. Domethënë kjo të çon deri në pikën sa njerëzit kur janë të e përdor kanë shumë shpesh mendimet vetvrasëse dhe është shumë e rrezikshme me përdor, duhet patjetër me u përdor nën kontroll edhe të mjekut, po duke marrë parasysh që akne kanë moshat e reja, duhet me qenë non-stop në monitorim të prindit. Se është mosha delikate, efektet anësore të për të mëdha, me ditë që s'mujnë shtatzanin, me planifiku, edhe çka mundet një estetiste për shembull me i tregu për këto efekte anësore të produktit. Po, është ajo që thash kanë një uri të mangëta, sa i takon shumë drejtimeve, jo vetëm përdorimit të izotritioninës. Unë e shoh një mungesë të përgatitjes së klientit, edhe para tretmanit, edhe periudhës mas tretmanit. Se zakonisht klientët kur i uli dhe i tham trego ma historinë e lëkurës tonë, thonë,
për herë të parë dikush ma boni një pyetje. Unë duna me ditë çka ke kalu ti, çu ke trajtu lëkurën, çka përdor për me pas tretmanin e sigurt. Edhe në fund kur I këshilloj rutinën qysh me ndru, me rigjeneru barierën, mu fokusu, apet e ka një farë, a krejt mi nal produktet ta? Po, krejt nalja aden. Nëse jem për ciljen tame, nalje produktet, edhe na për cilën bashkë lëkurën. Fillojna me rigjenerim, I shtojna dal nga dal produktet e tjera, me pas atë një rezultat ma të mirë. E që kjo mungon shumë. Për ata mungon edhe informacionit e izotretionina, të depresioni. S'ka nevojë me përdor hiç izotretioninën kur ki akne, të automatikisht ki probleme me emocione. Ajo ndikon shumë të te. Po duhet mu përgatit ma shumë estetista, duhet me pas një shkollë ma të mirë, qysh me pas qasje ndaj klientëve. Ishte profesionistat shëndetësor, I dashur me marrë me punën e lëkurës. Nëse nuk e ki një njohuri bazë në shëndetësinë, anatomi, fiziologi, qoftë edhe infermier, qoftë edhe shkolla e mesme, duhesh me pas një bazë me kuptu qysh funksionon ky organ, për me ditë me u marrë me ta edhe për tretmane që nështë apo doken shumë thjeshta në shikim parë, po që mujnë me pas efektet shumë të ansur. Pajtona edhe me ty shumë, gjithë e kisha bo lezë kështë, me pas një profesion mjekësor nëse do në me vazhdu në estetik. Gjithë e njohurit për komplet organizmin, trupin, lëkurën, produktet, substancat, kritikimat mira, kur ti e kini përgatitje medicinale. Të pak të njëherë më shku në fakultet, mëson diçka për lëkurën. Mu më ka ra me qenë shumicën e qyteteve të Kosovës me skin testa, para 2 viteve, edhe mi 80% e njerëzve që kanë ardhë e kanë pas tipin e lëkurës të kundërt me ata që kanë menu. Sa ata janë bazu në një tip lëkure që kanë pas në shta adoleshente dhe kur se ka menu që ajo ndronë me kohën, me moshën, me stinën, edhe në fund kur ju thesha që është e kundërta, dhe me thonë që fa reagimi, krejt shokum, nuk është e mundur, ose ndjeshmërin. Dhe me thonë shumica kanë pas ndjeshmërin e lëkurës komplet mbi normale, shumica prej tyre barierën, edhe kur një kom thonë stop që tash retinolin, ose një produkt kur të rregullohet bariera, mujna me fillu prap me rrezikuese, me eksperimentu me produkte më agresive. Non-stop ju kom thonë mos përdor produkte jashtë kësaj që po them se kur të vish herën tjetër, unë se di tani kush ta ka bu sherrin e kujt ja ke bo hajrin, se ke përdor diçka edhe jashtë, po e kom vrej që shumica, edhe unë e kom pas punën e ndryshme në adoleshent, tash e kom thatë edhe të ndihshme, kështu që nuk e kanë ditë shumica e njerëzve që tipi I lëkurës ndron, ose gjendja e lëkurës. Unë e kam një teori, thëmë nëse jeti pas më dyshje, me rutinë ose përmirësim të lëkurës, këthau të baza. Gjithë je sigurt nëse kthehesh të baza, që të thon lëkurën, barierën e lëkurës, tani mundesh me vazhdu. Për skin test a mani mendim të? Skin testi normal vish me aparatur, sepse unë nuk bazona në asnjë metodë tjetër. Unë I besoj qysh I besoj analizave për një diagnozë ose fotografimeve ose rezonancave, njëjtë I besoj vish aparaturës. Ka shumë aparatura, mundet me shku deri 100.000 euro një aparatur, mundet me tregu specifikat ndryshme të lëkurës, po edhe ma e thjeshta aparatur është ma mirë se sa me sy ose me ato metodat. Normal duhet pa tjetër me prit 30 minuta prej momentit që e pastru, se që atër është bra ju të reale, shumica njerëzve kanë ardhë me grem. Për shembull I kom thonë, a ki diçka? Jo, s'jom lye as kur se e kom cek para se me ardhë hajdene, me lëkurë të pastër. Edhe në momentin që kom vendos aparatin lagështia tepër e naltë, thash që është e mundur, nuk ka shans me qenë që kjo lagështia jote. Ta jo, vish që spjef kom. Zërte kishe nuk nëmrohet e spjefi që ki krem, kështu që shumica nuk e din që duhet me pastru, mos me pas kur gjohë dhe me prit 30 minuta, se jo me njëherë është e thame, me prit 30 minuta me pa tipin e lëkurës, po vish me aparatur. Çka nuk preferajon është do që janë me kamerat telefonit, se ajo varet krejt prej cilësisë të kamerës. Nuk ta tregon reale, ka normal aparate që lidhen me aplikacion telefon, po në telefon del vish rezultati, jo me kamerën e telefonit. Ajo krejt varet sa është edhe një kështu që më meriton më shumë është për bojnë konsulta online me kamerë. Do të thonë ajo krejt varet. Mas pari me sy as kështu live s'më me ta përcaktu tipin e lëkurës. Plus që për shembull ke vendos krema dhe mu më duket lëkura që po shkëlqen pse kur I qes ton ato krema, a realisht unë e kam lëkurën e fat. Me sy kisha mujt me mashtru dikon për tipin tan lëkurës. Kështu që është mirë veç aparaturës me I besu me shku. Do I beson 100%. Tash gjithmonë varet prej interpretive tani. Alin qysh definitivisht sa do në menej që e kom cek edhe marret mashtrimi më I madh që pjo bëhet klientave është skin testi falas prej personave që nuk janë kualifikuar.
Me përdor aparaturën mësosh për 5 minuta, po krejt esenca është me ditë me rekomandu produkte, mas me qatë rezultat që t'ka dalë aty. Ta është okej, ti mundesh me bashkëpunu me një brand, me 2, me 10, çdo brand ka produkte të mira, po jo me marrë një njëri thjesht hajtë që aty në rrugë, me thonë hajde ta mësoj që shpërdore që kjo aparaturë, që sojnë produktet e mia dhe shkruj. Po edhe këto njerëz, veqa është falas, vinë. Ka pas shumë njerëz që i kanë përdor produktet reale, se unë ju kam mundsu mu kthy edhe një herë tjetër me pa dallimin mas 3 muajve, po jo para se me kalu 3 muaj dhe ka qenë ndjenjë shumë e mirë, se ajo ka tregu sakt nivelin e lagështisë të yndyrës, madhësinë e poreve, shenjat e kafta, ndjeshmërinë, rrudhat, edhe kur ti e ke pa që ka një përmirësim, kam pa edhe klientat kanë vazhdu me përdor edhe më kanë thonë a marr prap mas 3 muajve dhe unë kam thonë s'ke nevojë, maksimumi është 2 janë vet. Me pa atë kanë rull kura se nuk ndran edhe që ka shpejt, po ata që i kanë nejtë gati definitivisht kanë pa përmirësime, kështu që shumë është ndjenjë Ma ndrove pak në ndimin jo, për le për skintet. kishtë qenë shumë mirë me pas se kur ju bën njerëz të trajtime, me pa para dhe mas seancave, e shumë andi dallimin është edhe ti njesh ma mirë, po edhe ata binden që kanë pas se ka një herë, Që pa janë përmirësim, po vlej, nuk vret me sy. Ose nuk edhe është ajo që ata kanë ndru, se ka një herë thjesht nuk është lkura që mundet me dallu, me u kthy ti që shkej që mbebe, po kur e bën me skin test e shes sakt sa u përmirësu lkura, aty nuk mundet me mashtru. E kini plus që të Nuk mundesh as të me mashtru klientat as ata As vetën. po. Kështu që jo, Okej. duhet patjetër me pas një aparaturë për skin test. Cilat janë 3 këshilla më të rëndësishme që ja u këshillon ti krejt njerëzve që po na ndjekin? Me fillu trajtimin e një problemi që e kanë lëkur sa më herët që është e mundshme. Qatë mënyrë dhe trajtojnë ma letë dhe i parandalojnë dëmtimet e tjera. Me apliku SPF çdo ditë. Kjo do është me konë këshilla e parë, me apliku edhe me riapliku. Jo vetëm në fytyrë, po në krejt lëkurën që ekspozohet, do të me apliku SPF-ën. Edhe këshilla e fundit, me marrë ma shumë njohuri, mos me besu Jo shumë. prej gjithkujt. Po, mi kristalizu një urit se ju vyn ava gjatë me trajtu lëkurën, jo veç që tash momentalisht me përdor një krem, po ma gjatë. Me pas ashtu kurreshtjen me mësu vetë ma shumë, jo veç që ka pëthot ardita, edita, po me hipat me këqyr, me hullumtu vetë. Mos me marrë dyqysh të gashme që ka prezentohet që ashtu është, me konë ma natyrë hullumtuse. Adit, faleminderit shumë që pranove ftesën me ardhë në podcast dhe po besoj shumë që kemi mu pa prap, për mu ke kënaqësi shumë e madhe. Edhe për mu u kënaqa dhe me shumë dëshirë isha taku prapë dhe kisha ardhur prapë. Faleminderit shumë edhe gjithë juve që ishit me ne në këtë epizod të Glowcast. Episodin e plot të Glowcast mund ta ndiqni në kanalin Glowcast KS në YouTube çdo të njëjtën në orën 20. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, Collagen Superdose, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia.